Bullizmi vijon të mbetet një fenomen shqetësues në shkolla, i pranishëm jo vetëm në gjimnaze, por edhe në shkollat 9-vjeçare. Sipas specialistëve, vitet e fundit vihet re një ulje e moshës së fëmijëve të përfshirë, ku edhe nxënës të klasave të para apo të ciklit të ulët përdorin gjuhë denigruese ndaj bashkëmoshatarëve. Niveli i moshave është ulur, madje mund të shohim që te fëmijët e klasave të para apo të sistemit ciklit të ulët, shohim një gjuhë goxha etiketuese, një gjuhë denigruese kundrejt bashkëmoshatarëve. Është atipike për zhvillimin e një shoqërie, sepse të dëgjosh fëmijë aq të vegjël, aq të çiltër për aspektin moshor, me një fjalor rëndues në aspektin emocional, në fakt tregon një zhvillim jo të mirë të familjes edhe një mbarvajtje jo të mirë të shoqërisë. Sociologja thekson se ky është një sinjal alarmi për familjen dhe shkollën, duke nënvizuar rëndësinë e raportit prind-fëmijë. Familja është ai institucion i cili ka lëshuar të themi të gjithë frenat e mbarvajtjes së këtij institucioni. Sot janë fëmijët ata që po udhëheqin familjet dhe jo prindrit. Prindrit kanë haruar që duhet ketë kufi midis marrëdhënies prind-fëmijë dhe hierarkia prindërore duhet të jetë gjithmonë ai etaloni udhërfyes apo guida më e mirë se si duhet të ecë fëmia dhe ku duhet të ecë. Parandalimi i fenomenit të bullizmit kërkon kujdes të shtuar në marrëdhëniet brenda familjes, më shumë dialog, mbështetje emocionale dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me institucionet arsimore.